Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me një ndikim vërtet shumë të rëndësishëm dhe problematik që kemi në këto momente. Merkuri dhe Urani ndodhen përballë me njëri tjetrin. Vendosja përballë e këtyre planeteve shkakton probleme të rëndësishme me teknologjinë. Do të kemi probleme edhe me rrjetet e komunikimit, si rrjedhoj do të kemi edhe vështirësi për të lidhur me njëri tjetrin. Mënyra se si mund të bëjmë ballë këtyre momenteve është e thjeshtë. Duhet të bëjmë kopje të gjitha dokumentave digjitale, kur që emailët apo mesazhet duhet i dërgojmë në disa forma të ndryshme, në mënyrë që informacioni të përcillet. Kemi një aktivizim shumë të madh në këto momente edhe të mashtrimit, të manipulimit që bëhet online, prandaj dhe të gjitha telefonatave, mesazheve, emaileve, të cilat kërkojnë nga ju informacione personale, do të këshilloj të qëndronim larg. Këtë ndikim kemi filluar të ndjejmë që tani, por do të jetë shumë herë më tepër aktiv gjatë ditës së nesme, pra datën 10, do të vazhdojmë të ndjejmë edhe në datën 11 dhe 12. Për më tepër, data 11 është një ndër ditët më problematike të kësaj jave, prandaj dhe të gjithë do të këshilloj të jemi edhe më të kujdesshëm. Ndërkohë që në fundjavë ky ndikim do të vijë duke u zbutur, gjithsesi të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm, na bën mirë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.